Mëngjesin sotëm, zonat malore të juglindjes së vendit janë përfshirë në rreshjet e Dëborës. Ne ndodhemi në majtë të Bigëllës, lartësia është 1640 metra dhe trashësia e Dëborës ka shkuar në 10 centimetra. Rreshjet e Dëborës kanë qenë më të dendura në fshatra turistik të Dardhës dhe Voskopojës. Trashësia e Dëborës në Dardhë ka arritur deri në 10 cm, ndërsa në aksin rrugor shtyll qafë mashkullore në disa segmente ka shkuar nga 15 deri në 20 cm. Rreshjet dëbore janë regjistruar gjatë orëve të fundit edhe në fshatrat e Devollit të Sipërm, si dhe në zonat të tjera malore të qarkut të Korçës. Deri në këto momente nuk raportohen probleme në qarkullim, ndërsa autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve që planifikojnë të kalojnë fundjavën në këto zona, të jenë të pajisur me goma dimërore dhe të tregojnë kujdes të shtuar në rrugë.